Për aq sa kërkohet me njoft ti hajrin, për aq kërkohet me njoft sherrin i cili e mbron çet hajrin, me kuptimin që çekom. Se kanë ardhur dikush me njoft sherrin, tash edhe futet dilemave, lexon tema të caktuara këtu më radh që lidhen nuk kanë me atë çështje që pranon fillim. Nuk shërben mu çaj sherr si mjet me rujt hajrin, po ka mundësi me e rreziku hajrin atë. Në momentin kur sherri e rrezikon hajrin, njohja e tij tani nuk është objektiv më. Dhe nga asaj që shariati më kërku me njoft sherrin si rrezik potencial i hajrit. Jo kështu apo. Po kërkohet për vetëdijsim, për suqelsi, kërkohet për me mbrojt hajrin, çështë që ka më herët. Me ti ki për obligim me njoft nga sherri, për aq sa, domethënë, për aq sa ka të bëjë me mbrojtjen e hajrit. Si për shembull, njëri i cili se harami është sherr, apo halali është hajr. Kjo është ndarja. E tash, nëse për shembull ki më marr me biznes, apo tash ti duhet me ditë cila është domthonë pjesa e halalit ku ti ki me u sill brenda asaj apo. Dhe brenda kësaj, cilat janë haramet që e rrezikojnë çit halalin ton. Tash këto ato për shembull çështjet e kaptinës së shiderës në shariat, se kjo obligim i mësuar i krejt, sa është çështje e madhe, ka detaje, ka të thelluma. Po për pjesën tonë që to harame bëjnë çit pjesë, që to mësojnë apo. Të çështja për shembull e besimit. Të çështja e besimit ka shumë çështje që e rrezikojnë besimin. Cila është ajo pjesë e sherrit që duhet na me njoft për më mbrojtërin, që ato dilema që kohës tonë, që ato probleme që në kohës tonë, që rrezikojnë besimin tonë. Tash ka dilema në histori që çfarë kanë thonë njerëz sa fraksione ose grupacione, pasi kjo obligim të me ditë. Që të shërë se keni ojtë me ditë. Për shembull, shërë të me ditë na kush janë karramijeta. Dini kush janë karramijës, dini apo. Çfarë më dinë që janë karramijeta apo. Ne kam fraksion, ka shku, ka pas prezent histori islame, ka pas domthon fort saktuar, ka bosh zarar sa dush ka bo, apo mirë po kam perënduar ata. Ose për shembull edhe Mu'tazilet apo kanë me mendimet Mu'tazilet ato. Po si fraksioni organizum nuk ekziston më apo. Ai ka shkuar në histori. Po ka individ që ende domthon shërben me mendimet e Mu'tazileve apo. Po ai për si fraksion, si grupacion ka shkuar. Tash çka kemi ditë për shembull Kosovë për Mu'tazilet. Është interesante kjo punë. Ti ke ditë për ta vetë sa mendimet e tyre mund me qarkullën mesin ton, e që ato mendime dhe ato konstatimet e tyre në besim, ka mos i me rreziku besimin ton si e nësune vëll gjemara. Ose për shembull meri Rafidat, për shembull. Ata janë fraksioni devijum janë sherr. Mirë, por nëse ti për shembull do më jemi një komplet, po nëse do bëhet ti ekspert me diskutu me ta, mi përsa për veti, çfarë duhet më një nga sherri tyre, çaq sa e garanton mbrojtjen e besimit ton, nga i cili ka mundësi marr sherri tyre. Pra sherri këtu ka mundësi marr, ka ehli bejti, ka të punë caktuar. Çato duhet më vendos ti mbrojtës që çfarë sherr me rujt apo. Çka është ajo që kemi thonë me rujt me pas sherr apo. Se jo tash mos gjenuem më pas, kjo tani një hajër është se mëson komplet, jo sherrin apo. Në rrugtimin ton për më mësu hajrin, edhe në rrugtimin ton për mësu sherrin, duhet gjithë me pas mbikëqyrës në këtë proces. Jo vetë. Jo për shembull, unë tash mendoj që çdo nuk din ti këtë punë. Njerëzit rëndom nuk i din. Pra qysh mësohet hajri me mbikëqyrës autoritativ, edhe sherri mësohet me mbikëqyrës autoritativ. Jo vetë. Për shkak se me hita në të detin e pafund të internetit, të mendimeve, sqarimeve këtu më radh, ka mundësi fatkeqësisht që sherri tani ka mundësi që përmbyset e duket që është hajra. Ai këtu ka një keq kuptim, njerëzit do të më di sherrin, tani hin vet, duhet më di sa ai apo, po të më di me dikan. Me di me dikon që don din diku me çu, din çka me don e kështu me radh. Prandaj kjo është gjithashtu e rëndësishme me pas parasysh në këtë aspekt që ka të bëjë me çështjen e sherrit.